Tani flasim për dy njerëzit më të pushtetshëm në Bashkimin Evropian, bëhet fjalë për kancelarin e Gjermanisë Friedrich Merz dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Në qytetin Bryl të Gjermanisë, dje është mbajtur Komiteti i Ministrave pra mbledhja e përbashkët e qeverive franko-gjermane dhe është folur për çështjet më të rëndësishme në rrezullin toksor, siç është lufta në Ukrainë, por është folur edhe për perspektiven evropiane të Ballkanit Perëndimor. Merz dhe Macron thonë se i mbeten besnik planit të tyre. Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz e presidenti i Francës Emmanuel Macron i mbeten besnik një planit të tyre. Bëhet fjalë për propozimin që e kanë dyshja më e pushtetshme e BE-s për fillim të nisjes së integrimit gradual të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në Union, i cili për momentin ka 27 vende anëtare. Ky Këshilli i Ministrave përçon edhe një impuls të përbashkët edhe për Evropën, sepse në muajt e ardhshëm, pra në gjysmën e mbetur të vitit, para Bashkimit Evropian qëndrojnë vendime të rëndësishme. Me propozimin tonë ne kemi sjell dinamikë të re në procesin e zgjerimit. Kjo ka të bëjë me integrimin e Ukrainës, Moldavisë dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor. Ne po e çojmë përpara këtë nismë. Sa i përket procesit të zgjerimit dhe reformave, pra reformat e brendshme të Bashkimit Evropian, besoj se këtu kemi qasje të ngjashme të cilën ne në muajt e ardhshëm do ta zbatojmë. Për këtë temë, kancelari dhe presidenti folën pas mbajtjes së takimit të përbashkët të Këshillit të Ministrave franko-gjerman që u mbajt në Bryl të Gjermanisë. Siç thanë liderët nga Berlini e Parisi, si top tema diskutimi ishin situata aktuale në botë, sidomos në Evropë, e cila ka kërcënim Rusin, kurse Kina po e sfidon ekonomikisht. Sa për ujdim finale për paqen në Ukrainë, u tha se sovraniteti i saj dhe siguria e Evropës janë në krye të qëllimit, përderisa u përmend dhe bashkëpunimi Francë-Gjermani në fushën e mbrojtjes. Ndryshe në muajin tetor të këtij viti, në Bruksel mbahet diskutimi strategjik për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe reformat që përkojnë me këtë proces.